Falëndërimi takon Allahut, Zotit të botëve, I cili na dhuroi jetën, shëndetin dhe udhëzimin dhe na bëri pjesë të ummetit të më të dashurit të Tij. Salavatet tona më të zgjedhura ja dedikojmë zotruesit ton, udhëzuesit ton, shembullit ton të përkryer, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, paqja qoftë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij me dinjitet deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është çfarë do të ndodhte nëse I dërguari alayhi salam do të na vizitonte. Sapo kemi hyrë në muajin Rabiul Awwal, është muaj në të cilin zemrat e besimtarëve kthehen më shumë te Muhamedi alayhi salam. Përmendet lindja e tij, jeta e tij, mëshira, morali dhe sakrificat e tij për ummetin. Dërgojmë salavate mbi të dhe themi, o I dërguari Allahut, të duam. Por sot nuk dua t'ju pyes sa herë përmendim Muhamedin alayhi salam. Sa salavate dërgojmë apo sa emocionohemi kur dëgjojmë emrin e tij. Dua t'ju bëj një pyetje më të rëndë. Çfarë do të ndodhte nëse Muhamedi alayhi salam do të na vizitonte sot? Nëse do të vinte në xhamin tonë, nëse do të vinte në shtëpitë tona, nëse do të hynte në baneset tona, a do të gëzoheshim ne apo jo? A do të dëshironim që të qëndronte sa më gjatë, apo do të dëshironim që vizita të përfundonte sa më shpejt? Dhe pyetja më e rëndësishme, a do të donim që Muhamedi alayhi salam të na shihte ashtu siç jemi, kur askush tjetër nuk na sheh përveç Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalal. Mendoje për një çast, dikush të thotë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është te dera, ti del e hap derën dhe përballë teje është ai që zemra jote thotë se e do. Ndoshta do të qaje, ndoshta nuk do të mundje të flisje nga emocionet, por pastaj Muhamedi alayhi salam do të hynte në shtëpinë tënde dhe ai nuk do të shihte vetëm fytyrën tënde, do të shihte jetën tënde, do të shihte namazin, familjen, moralin, marrëdhënien me prindërit, telefonin, punën, pasurinë, fjalët që thua kur zemrohesh dhe çfarë bën kur je vetëm. Atëherë, pyetja nuk do të ishte më a dua ta shoh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por a dua që Muhamedi alayhi salam të më shoh mua ashtu siç jam unë. Ne të gjithë themi e duam Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por dashuria nuk është vetëm fjalë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu thot në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, Allahu do t'ju doj. Nëse thua se e do, ma trego me jetën tënde, ma trego me namazin, me moralin, me familjen, me amanetin, me mënyrën se si sillesh kur je vetëm, sepse është lehtë të thuash e dua, por dashuria shihet kur duhet të heqësh dorën nga një mëkat, kur duhet të zgjedhësh mes paras dhe amanetit, mes hatmarrjes dhe fjalës, mes knatësisë së njerëzve dhe knatësisë së Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalal. Aty shihet dashuria. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, ensarët e pritën me gëzim të madh, secili dëshironte që Muhamedi alayhi salam të ishte mysafiri I tij. Dhe deveja e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ndal para shtëpisë së Ebu Ejub al-Ansariut. Ebu Ejubi ishte I lumtur. Ai mori gjërat e Muhamedit alayhi salam dhe I futi në shtëpi, sikur të kishte marrë thesarin më të madh të kësaj bote. Sepse për të mysafiri ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai madje nuk dëshironte që Muhamedi alayhi salam të qëndronte në katin e poshtëm, ndërsa ai dhe familja e tij në katin e sipërm. Sa respekt I madh, sa dashuri e madhe. Prandaj le ta pyesim veten ne, a do të gëzoheshim edhe ne të tillë ashtu? A do të gëzoheshim nëse Muhamedi alayhi salam do të hynte në shtëpinë tonë? Apo do të fillonim të mendonim se çfarë duhet të fshehim më parë? Si për Muhamedi alayhi salam të ishte me ne dhe të thirej ezani,
çfarë do të bënim ne? A do të ngriheshim me njëherë për ta falur namazin? Apo do të thoshim ka kohë edhe pak? Sa herë kemi thënë edhe pak, dhe ajo pak është bërë një namaz i humbur. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të saktuara. Prandaj, pyetja nuk është vetëm a e fal namazin, por çfarë vendi ka namazi në jetën time? A e ndërpres punën për namaz, apo e shti namazin për shkak të punës? A është e zali tira me rëndësishme e ditës sime? Tani, imagjinoje se si kur të thoshte Muhamedi alayhi salam, ma jep telefonin, a do t'ja jep një pa frikë? Telefoni është bërë pasqyrë e fshehtë e njeriut, tregon çfarë na intereson dhe çfarë shohim kur jemi vetëm. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: ai e di shikimin tradhtar dhe atë që fshehin gjoksat e tyre. Mund ta fshish historikun nga telefoni, por nuk mund ta fshish nga dija e Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Mund ta fshish një fotografi, por nuk mund ta fshish veprën të cilën e ke bërë. Prandaj besimtari nuk pyet vetëm a më sheh dikush, ai pyet apo më sheh Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Dhe përgjigjja është po. Muhamedi alayhi salam e përkufizoi ihsanin. Tha ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë. E nëse ti tha nuk e sheh atë, dije se ai të sheh ti. Nëse kjo do të hynte në zemrat tona, shumë gjëra do të ndryshonin. Kur dora shkon drejt haramit, Allahu Jalla Shanuhu më sheh. Kur syri dëshiron haramin, Allahu Jalla Shanuhu më sheh. Kur dëshiron të gënjesh, Allahu Jalla Shanuhu më sheh. Pastaj Muhamedi alayhi salam do të dëgjonte gjuhën tonë. Muhamedi alayhi salam ka thënë: kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Sa përgojime do të zhdukeshin në këtë botë, sa ofendime, sa debate, sa fjalë të thëna në zemrim. Dhe njëherë veç themi, unë vetëm e thash, por ti mund të harosh pas 5 minutash, ndërsa ai që e dëgjoj mund të mbaj në zemër për vite në radhë. Muhamedi alayhi salam nuk na mësoi vetëm si të falmi, na mësoi edhe si të mos e lëndojmë njëri tjetrin. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum." Me mëshirën e Allahut u solle but me ta. Sikur Muhamedi alayhi salam të qëndronte një ditë në shtëpinë tonë, do të shihte mënyrën se si sillemi me familjen, si i flasim bashkëshortës, si sillemi me fëmijët, si reagojmë kur jemi të lodhur, si flasim kur zemrohemi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej jush është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij, dhe unë jam më i miri prej jush ndaj familjes sime." Prandaj, pyete veten, a do ta njihte familja ime sunetin të unë? Jo vetëm nga rrobat, jo vetëm nga mjekra, jo vetëm nga prania në xhami, por nga karakteri, nga durimi, nga mëshira, nga mënyra se si kërkoj falje dhe fal, sepse suneti duhet të duket në shtëpi, jo vetëm në fotografi. Pastaj janë me radhë prindërit. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: "Wa bil walidayni ihsana." Dhe ndaj prindërve tu silluni me mirësi. Sa shpejt mërzitemi me ta. Nëna na thret dhe ne e themi çfarë do. Babai na këshillon dhe ne e themi e di vet. Por një ditë telefoni nuk do të bjerë më. Do të shkojmë te varri dhe do të themi: "Oj nën", por ajo nuk do të përgjigjet. Do të themi: "O baba", por ai nuk do të përgjigjet. Dhe atëherë do ta kuptojmë, ata nuk ishin pengesë në jetën tonë. Ata ishin begati në jetën tonë. Prandaj, nderoj sot, telefonoj sot, puthini sot ato, kërkojini falje ndështë ai keni zemruar. Imagjinoje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke hyrë me ne në vendit ku punojmë, në dyqan, në zirë, në biznes. Çfarë do të shihte? Amanet dhe drejtësi apo mashtrim? Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Kush na mashtron nuk është prej nesh. Ne duam të jemi me të në xhennet, por a duam të jemi të drejtë në treg sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Duam të pim nga haudi i tij, por a duam të jemi të drejtë me njerëzit?
shpresojmë në shefatin e tij, por a duam të jetojmë sipas mësimeve të tij. Dashuria kërkon pasim. Këto është prova më e madhe. Kur je vetëm, kur nuk ka kamera, kur nuk ka njerëz, kur ke mundësi të bësh një mëkat dhe askush nuk do ta merr vesh, çfarë bën në atë moment? Këtë njeriu e njeh vetëm. Imani nuk matet vetëm kur njerëzit të shohin. Imani matet kur askush nuk të sheh. Prandaj, në atë çast thuaj Allahu xhalla shanuhu më sheh. Kjo fjali mund të shpëtoj një jetë. Të dashur vëllezër, Rabiul Awwali nuk duhet të jetë vetëm muaj emocione. Duhet të jetë muaj i vendimit. Mos pyet vetëm çfarë ndodhi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pyet çfarë do të ndryshoj tek unë këtë muaj. Cilin mëkat do ta lë, cilin namaz do ta rregulloj, kujt do t'i kërkoj falje, cilin hak do ta kthej, cilin sunnet do ta ringjall, sepse nëse salavatet u shtuan këtë muaj dhe do të shtohen, për gënjeshtra mbeti, çfarë ndryshoj? Nëse emocionet u shtuan, por namazi mbeti pas dore, çfarë ndryshoj? Nëse çajm kur përmendet Muhamedi alayhis salam, por familja jon çan për shkak të sjelljes son, çfarë ndryshoj tek unë? Dashuria nuk duhet të mbetet vetëm emocion, duhet të bëhet vendim. Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu thot në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vërtet, në të dërguarin e Allahu xhalla shanuhu kemi shembullin më të mirë. Nëse dëshiron të dish si të jesh burr, shikoje Muhamedin alayhis salam. Si të jesh baba, shikoje Muhamedin alayhis salam. Si të jesh bashkëshort, shikoje Muhamedin alayhis salam. Si të falësh, shikoje Muhamedin alayhis salam. Si të durosh, shikoje Muhamedin alayhis salam. Si të jesh i drejtë dhe i mëshirshëm, shikoje pejgamberin alayhis salam. Nëse dëshiron të dish si të jesh njeri, shikoje Muhamedin alayhis salam. Ndoshta dikush mendon, unë kam shumë gabime, dhe unë të them, askush prej nesh nuk është pa gabime. Pyetja nuk është a ke rënë, por apo ngrihesh, nuk është a ke mëkatuar, por është a do të pendohesh. Mund të kesh qenë larg namazit. Sot mund të marrësh abdes dhe të thuash: "O Allah, u ktheva." Mund të kesh lënduar dikë, sot mund t'i thuash: "Më fal." Mund të kesh marrë hakun e dikujt, ktheje sot. Mund të kesh një mëkat të fshehtë, mbyllë derën e tij sot. Mos prit, sepse një ditë nuk do të vijë Muhamedi alayhis salam në shtëpinë tonë. Ti dhe unë do të shkojmë së bashku tek ai. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Njeriu do të jetë me atë që do." Atëherë kanë e dojmë ne. Dhe për çfarë jetojmë këtu? Për çfarë zgjohemi? Për çfarë sakrifikojmë? Sepse ajo që e dojmë më shumë, ajo na udhëheq. Nëse dunjaja është më e dashur se ahireti, dunjaja do të na udhëheq. Nëse fama është më e dashur se e vërteta, fama do të na udhëheq. Por nëse Allahu xhalla shanu është më i dashur, nëse Muhamedi alayhis salam është më i dashur, nëse rruga e tij është më e dashur, atëherë shpresa jon është e madhe. Ndërsa pyetja nuk është çfarë do të ndodhte nëse Muhamedi alayhis salam do të na vizitonte sot, por nëse Muhamedi alayhis salam do të shihte jetën time sot, a do ta kuptonte prej saj se unë jam prej ummetit të tij apo jo? A do ta shihte namazin tim, mëshirën, amanetin, moralin, sunnetin, dashurinë, apo do të shihte se ne e duam me gjuhë, ndërsa jetojmë larg mësimeve të tij? Të dashur vëllezër, mos prit që dikush të vijë në derën tënde që ti të ndryshosh. Ndrysho sot në namaz, në familje, në punë, në telefon, në zemër, në marrëdhënie me njerëzit, sepse një ditë do të dalim para Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu. Dhe atë ditë nuk do të na shpëtojë pamja jonë, nuk do të na shpëtojnë fjalët, do të na shpëtojnë vetëm mëshira Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu dhe veprat tona të siqerta. O Allah xhalla shanu, na fal për mëkatet tona, për namazet që i kemi bënuar, për fjalët që kemi thënë dhe për zemrat që kemi lënduar. O Allah, mos na e bëj dashurinë për të dërguarin tënd Muhamedin alayhis salam vetëm fjalë, por bëje dashuri që na ndryshon, na largon nga mëkati dhe na afron me ti ya rabbel alamin.
Na bëj prej atyre që ndjekin Muhammedin a.s. në moral, mëshirë, drejtësi dhe adhurim. O Allah, na jep të pim nga haudi i ti dhe bëje të vërtet për ne fjalën e ti kur thot njeriu do të jetë me atë që do. O Allah xheleshanu, ne e duam atë, forcoje dashurinë tonë dhe na bëj të denj për shoqërinë e ti me mëshirën tënde. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.